privilegj intervistat e punës. Tash më bo real, para si me hap vetë kompania dhe me hinë punë, ku më apliku në shumë vendet punës. Bile qash shumë jam kënë lutë të i apliku, sa që se bësha ka i kopje, po ka një 5 kopje për e herë. Dëshmi. Kështu që le qëllojnë edhe për konkurse tjera. E di edhe onën e punë vendzëve edhe të punë marësve. Më karon të dyjat. A është beqara i martu, fatkesisht, kje nuk përduret vesh në Kosovë. Edhe në shumë raste të bëhet pyetje edhe me shkrim kur aplikan. Për shembull te na pse burrav nuk i bëhet kjo pyetje, po veç grave. Po. Do të më shikoj dhe kontekstin tjetër, në varg kush t'i bani pyetjet, në shkak të një person që sikosh të hapësimit i bën çdo pyetje. Se me pa ligjet e shteteve nordike ka pushim të leonis edhe për baballart. Është tani me krahasu, me krahasu dhe na me ato jena shumë larg. Po për burrat nuk as është ligji i punës në 50 ekip për pushimin e leonis, domethënë që jo përket baballarëve në marrëveshje me natë. Ka të drejtë me marrë pushim. Këto është ligji domethënë këtë sigur në Evropë, mirë po zbatimi, aty te zbatimi domethënë. Po kjo pyetje pse nuk i bëhet baballarëve, a je i martuar, po veç grave. Po na kemi diskriminime tjera. Po derisa marrim në botë është na po jetojmë një realitet tjetër me botën.